Shikues të nderuar, Talpo Televizioni ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Rritja e çmimit të naftës në Shqipëri është një fenomen që ka ndikuar ndjeshëm në ekonominë dhe jetën e përditshme të qytetarëve shqiptar. Si një vend që varet me masë të madhe nga importi i karburanteve, çdo ndryshim në tregjet ndërkombëtare reflektohet drejtpërdrejt në çmimet vendase. Kjo rritje sjell pasoja të shumta duke filluar nga shtrenjtimi i transportit në vendin tonë, rritja e kostove të prodhimit dhe deri tek rritja e çmimeve të produkteve bazë. Shqipëria po përgatitet për një goditje të re në çmimin e karburanteve. Dy taksat e reja mbi hidrokarburet pritet të rëndojnë xhepat e qytetarëve në emër të sigurisë kombëtare. Por pas premtimeve për modernizim dhe kontroll, fshihet një faturë miliona eurosh që do të paguhet direkt në pomp. Pse shteti po i transferon detyrimet e tij te konsumatori dhe kush përfiton realisht nga qirat miliona euroshe të depozitave. Ndërsa qytetarët shpresonin për ulje, qeveria ka zgjedhur rrugën e tarifave shtesë. Skema e parë, gjurmimi, përmes kompanisë hibride Alptrace, një bashkim mes shtetit dhe partnerëve arab do të implementohet i ashtu quajturi syri magjik. Zyrtarisht thuhet se do të ndiqet nafta tranzit për të shmangur kontrabandën, por pyetja investigative mbetet, nëse ky shërbim mbron arkën e shtetit, përse kostoja e tij duhet të paguhet nga qytetari për çdo litër naftë? Por kjo është vetëm bara e lehtë. Skandali i vërtet mund të fshihet te rezerva kombëtare. Shteti ka vendosur të krijojë një agjenci që do të mbajë 240.000 ton naftë rezervë. Vlera? Mbi $300 milion. Kjo shumë maramense nuk del nga buxheti, por mblidhet si taksë re mbi karburantin. Investigimi tregon një tjetër kosto të fshet. Shteti nuk ka depo. Për të mbajtur këtë rezervë, agjencia e re do të marrë depo me qira nga privati me një kosto prej 25 milion eurosh në vit. Një qark i mbyllur ku paratë e qytetarëve shkojnë si qerate pronarët e depove private, ndërkohë që çmimi në pomp rritet në nivele rekord. Ekspertët palajmërojnë një efekt zinxhiri që do të shtrenjtojë gjithçka, nga transporti te produktet e shportës. Shqipëria po betonon pozicionin e saj si vendi me naftën më të shtrenjtë në rajon, duke e kthyer lëvizjen me makinë në një luks të paritshëm për mijëra familje. Cila do të jetë masa e radhës, mbetet për tu parë. Pasojat e konfliktit të nisur më 28 shkurt në lindjen e mesme kanë mbërritur me shpejtësi në vendin tonë, duke krijuar një val pasigurie ekonomike dhe diplomatike. Ndërsa luftimet mes SBA-s, Izraelit dhe Iranit përshkallëzohen, Shqipëria ka marrë një pozicion të prerë, por me kosto që po ndihen që sot në xhepat e qytetarëve. Tregu i karburanteve në vend ka pësuar lëkundje të forta. Nga 170 lekë, nafta pritet të kalojë edhe pragun aktual të 210 lekëve brenda pak ditësh. Bllokimi i ngushticës së Hormuzit kërcënon të çojë çmimet në nivele rekord, duke shtrenjtuar me zinxhir bukën, qumshtin dhe transportin publik me deri në 20%. Reagimi i Tiranës. Qeveria ka paralajmëruar aktivizimin e rezervës kombëtare, por qytetarët po përballen me tarifa të reja sigurie mbi naftën. Fronti diplomatik. Shqipëria bëhet vendi i dytë në botë pas SBA-s që shpall zyrtarisht Iranin si shtet sponsor të terrorizmit. Ky vendim i marrë më 17 mars në Kuvend ka vënë institucionet tona në alertë të kuq për sulme të mundshme kibernetike nga grupi Homeland Justice. Rreziku rajonal. Ekspertët paralajmërojnë se vëmendja e shtuar ushtarake në lindjen e mesme mund të destabilizojë veriun e Kosovës, ku baza Bond Steel mbetet në gatishmëri të lartë. Guri nuk haron. Këtu në qytetin e Argjend ne dim se çdo erë që fryn nga lindja sjell me vete pluhurin e betejave të vjetra. Më 28 shkurt 2026, bota u zgjua në luftë. Por a është kjo vërtet diçka e re? Ngushtica e Hormuzit, ku kalon gjaku i ekonomisë botërore, është troja e kohës son. Kush kontrollon kalimin, kontrollon fatin e mbretërive. Përse lindja e mesme mbetet gjithmonë qendra e rrotës së historisë. Vendi ynë, i vogël por strategjik, ka bërë zgjedhjen e tij. Duke shpallur Iranin, shtet sponsor të terrorizmit, Shqipëria nuk po mbron vetëm sigurinë kibernetike, por po rreshtohet në anën e duhur të historisë, ashtu si dikur kur aleancat tona përcaktonin pjesën e kombit. Por a mjafton të jesh aleat i madh në letër, kur rrugët e botës janë plot me shqiptarë që ikin, sepse këtu nuk gjejnë siguri ekonomike? Ndërsa bota na duart roket për guximin ton diplomatik në distancë me Teheranin, pyetja që mbetet pezull është mbi çadit e gurtat e Gjirokastrës. Apo bëhemi vërtet faktor, apo thjesht po blejmë mbështetje për dështimet tona të brendshme. Shqipëria arreshtohet krah fuqive të mëdha, por haron që fuqia e vërtet e një kombi nuk matet me rezoluta në OKB, por me mirëqenien e njerëzve të tij. Si mund të jemi ana e dur e historisë kur po dëbojmë historinë tonë të gjallë? Rinin
A është ana e duhur ajo që na mbron nga hakerat iranian, por nuk na mbron nga varfëria që i detyron shqiptarët të marrin rrugët e botës? Turizmi në Shqipëri ka njohur një rritje të ndjeshme vitet e fundit, duke kthyer vendin në një nga destinacionet më tërheqëse në rajon me një vijë bregdetare të bukur përgjatë Adriatikut apo Jonit, një trashëgimi e pasur kulturore dhe çmime relativisht të ulta. Shqipëria po fiton kështu gjithnjë më shumë vëmendje nga turistët e huaj, por një herë një rol të rëndësishëm në promovimin e Shqipërisë luajnë edhe mediat ndërkombëtare. Ndër vendet e njohura europiane si Spanja dhe Portugalia vijojnë të janë shumë të frekuentuara nga turistët. Ekzistojnë ende destinacione më të qeta ku pushuesit mund të relaksohen larg turmave masive, shkruan Sarah Gray në një artikull të botuar në media britanike GB News. Këto destinacione ofrojnë plazhe piktoreske, akses të lehtë dhe çmime të përballueshme. Mes destinacioneve të sugjeruara janë vendpushimet në Shqipëri, Spanjë dhe Portugali, me fokus të veçantë tek bregdeti shqiptar, Ksamili dhe Porto Palermo. Shqipëria po fiton gjithnjë më shumë vëmendje si një alternativë ideale për pushime verore, fal kombinimit të çmimeve të ulta dhe natyrës së paprekur. Ekspertja rekomandon dy zona kryesore për pushime, Ksamilin dhe Porto Palermon, pjesë të ashtu quajturës Riviera Shqiptare. Sipas saj, Riviera Shqiptare po shndrohet me shpejtësi në një destinacion tërheqës dhe ekonomik në jug-perëndim të vendit. Vizitorët mund të shijojnë ujërat e kristalta, plazhet me guralec të bardhë dhe peizazhet breslënse malore. Këto destinacione po shihen gjithnjë më shumë si alternativa ideale për pushuesit që kërkojnë bukuri natyrore, qetësi dhe përvoja autentike larg turizmit masiv. Për ata që kërkojnë një atmosferë më të qetë, Porto Palermo ofron një nga xhiret më piktoresk, me një gadishull të vogël që lidhet me tokën dhe një kështjell breslënse të shekullit të 19 që njihet si kalaja Alipash Tepelenës. Dy persona kanë rënë në prangat e policisë së Sarandës për prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike. Renato Makri, 51 vjeç dhe Ilir Prenga, 22 vjeç, të dy banues në Sarandë kishin kthyer lavazhin e makinave në rrugën Idris Alidhimas si bazë për shitje droge. Gjatë kontrollit, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan si provë materiale rreth 1 kilogram lëndë narkotike kanabis sativa, si dhe sende të tjera që shërbenin për ndarjen dhe abalazhimin e saj. Konkretisht 2 targa automjetesh, 1 targ motomjeti dhe letër alumini. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së jurisdiksionit të përgjithshëm Sarandë për veprimet e mëtejshme. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ lajmësh, unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë përshëndetemi këtu.